Jozi me dosje të zezë edhe në Zvicër. Po për çfarë që ka dënuar nga gjykata atje? Pas incidentit të rënd që ndodhi në gjysmën finale në Big Brother VIP Albania 4, ku Josefin Marku Jozi goditi fizikisht gjestin. Në media ka nisur të qarkullojnë informacione shqetësuese mbi të kaluarën e tij jashtë kamerave. Një dosje tronditse është zbuluar për Jozin duke hedhur dritë mbi historikun e tij penal për dhunë ndaj femrave. Shumë përpara se ai të bëhej pjesë e reality show-t më të ndjekur në Shqipëri. Një ish partnere e Jozit, një grua shqiptare, e ka denoncuar atë për dhunë fizike, teksa dyshohet se ngjarjet kanë ndodhur gjatë kohës që ata jetonin bashkë në Zvicër. Pas denoncimit të saj, ai është arrestuar dhe siç mësohet, ka qëndruar në burg për afro 3 vite, nga viti 2020 deri në vitin 2023, pikërisht gjatë periudhës së pandemisë së Covid-19. Juristë zviceranë të konsultuar nga media kanë bërë të ditur se dënimet e tilla me kozgjatje të gjatë për dhunën ndodhin vetëm në raste të përsëritura dhe me prova të forta, çka ngre edhe më shumë shqetësim për sjelljen e tij si recidivist. Burimi pranë ish-partneres së tij ka theksuar se pas burgosjes, Jozi dhe ish-partnerja e tij nuk kanë pasur më kontakte, ndërsa vendi ku ai kreu dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ky zhvillim hedh hije të rënda mbi vendimin për ta përfshirë Jozin si pjesëmarrës në Big Brother VIP, duke ngritur pikpyetje të forta mbi filtrat dhe procesin e përzgjedhjes së banorëve, sidomos ku në fjalë është një figurë me precedent penal për dhunë ndaj grave. Pas gjithë këtyre produksioni nuk po qërka se çfarë të kalume të errët kanë personazhe që ftohen të jenë banor të këtij formati. Para mendoh, jashtë qofse kish dalë e kish vazhdu me Loredanën, si shpejt pas me një që veç se edhe Loredana e denoncoi në polici, se u mundu e u stër mundu mos me dalë në origjinë, ama prap nuk mujti. Bile, si lejke van veti që njëherë dul për të keq, tash edhe herën e dytë dul pa pik diniteti e pa pik karakteri. Publiku dhe aktivistët për të drejtat e njeriu tashmë po kërkojnë transparencë nga produksioni, teksa rrjetet sociale janë mbushur me reagime të ashpra pas zbulimeve dhe incidentit të transmetuar drejt për drejt. Dhuna, si brenda dhe jashtë ekranit, nuk duhet të ketë vend në asnjë platformë mediatike, është mesazhi që po përçohet nga gjithnjë e më shumë zëra. Incidenti fizik mes Josefin Markut Jozit dhe reperit Gjesti në Big Brother VIP Albania 4 tashmë ka kaluar kufejt e rajonit dhe ka marrë vëmendje edhe nga mediat ndërkombëtare. Një nga gazetat më të mëdha të Zvicrës 20 minuta i ka kushtuar një artikull të veçantë incidentit, duke pasqyruar momentin kur Jozi u përjashtua nga shtëpia dhe sulmoi fizikisht një nga finalistët e spektaklit. Buj në Big Brother VIP Albania, Josefin Marku u përjashtua nga shtëpia në gjysmën finale të shtunën, teksa u largua i dha një shuplak të fortë kandidati Gjesti. Policia arrestoi Markun, shkruhet në artikullin e 20 minuta, duke përshkruar ngjarjen si të pazakënd për një spektakël televiziv.